Mirë mbrëma shikues të nderuar, jeni me emisionin Kompas këtu në ATV, por sonte në një format krejt ndryshe. Sonte i shmangemi përditshmërisë informative, debateve e përplasjeve për ta shënuar në mënyrë sa më relaksuese vitin e ri 2025. Përshëndetje edhe prej meje, sonte navigojmë për vitin që e lam pas dhe sfidave që na presin më 2025. Është një vit që në kalendar ka dy palë zgjedhje në nivel qendror dhe në nivel lokal, por Kompasi sa është busulla juaj përmes arktimit, por edhe reflektimit. Sakt, sonte jemi në një ambient krejt tjetër prej asaj që jemi mësuar ta kemi zakonisht emisionin Kompas në studion e ATV-s dhe jemi zhvendosur këtu në bowling në Fushë Kosovë, ku kemi anëtar të gjitha partive politike me të cilin do të zhvillojmë pra lojra të ndryshme përfshirë këtu bowling, pikado e bilardo, por palën anash edhe pyetjet interesante e biseda relaksuese. Sigurisht nga dy përfaqësues të krejt subjekteve politike do t'i kemi prezent sonte në studio, do t'i relaksojmë përmes muhabeteve të ndryshme, sigurisht në një kohë kur e kemi përbara një fushat që dorën zemër nuk do t'jetë edhe aq e qetë në nivelin e debatit politik. Do t'i prezantojmë klipet e mysafirëve për t'i prezantuar më pas edhe lojrat që do të luajnë këtu në Kompas. I shohim klipet. Kemi ndjekur klipet dhe kemi kuptuar se kush është bashkë me ne sonte. Fillimisht faleminderit shumë të gjithëve që jeni prezent në emisionin Kompas, emisionin festiv që e kemi organizuar sonte. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Atëherë për gjithë ju, loja e parë që kemi me bu bashkë është bowling. Tashmë jeni përgjigj edhe nga një anëtar prej secilit grup parlamentar dhe bashkë do të fillojmë këtë lojë. Ta kuptojmë që kjo lojë pra ka 5 runde me nga 2 gjuajtje. Po, prej lëvizjesve të vendosje, përfaqësuesin këtë lojë është Alban Bajrami, deputet nga Partia Demokratike Besa Kabashi Rama, nga Lidhja Demokratike Rëzarta Krasniqi dhe nga Nisma Social-Demokrate Zafir Berisha. Ju uroj suksese para se një nisë leshës. Kemi vënë me renditje nga zgjedhjet parlamentare të vitit kalum, të herës kalume dhe kësaj radhe gjuajtjen e parë do ta bëj përfaqësuesi i lëvizjesve të vendosje. Apo kjo është gjuaja për herë të fundit, se s'janë më të parë. Edhe 2026. Jo. Po, ta shohim për 2026. Let's get it in coach. Po të koqeni jo qase, mos nga po vëndru. Alban, fillimisht na thuaj si ka qenë viti 2024 për juve, sfidat të mira që kishë mujt me i përzgjedh prej vitit që po e lëm pas. Realisht ka qenë një vit i suksesshëm, do thoja, edhe në aspektin personal. Për mua zakonisht pjesa më e rëndësishme është me pas shëndetin për vetë dhe për familjen, pastaj edhe angazhimet që i kemi janë tepër të rëndësishme për shkak se angazhohemi vazhdimisht që rezultatet jenë maksimale, kështu që besoj që viti 2024 ka qenë një vit i suksesshëm në përgjithësi. Ta shohim se si do të jetë kjo gjuajtje e parë. Te 15 kjo. Lojë më të zakonshme futbolla, basketbolla. A luani shpesh bowling ajo? Jo, nashta një 2 herë, më herët kam luajtur, por s'është është fort sporti shqiptar. Kjo po na tregon që ta keni parasysh që gjyqjet e mia nuk mund të qenë çast sakta, kështu që ta shohim. Po shpresoj me kanë më të mira se pritshmëritë. Qysh edhe e menuva. Të shohim gjujtjen e dytë, deputeti Bajrami, a do ta ketë fatin e njëjtë.
Të majtë. U desh me gjujt në është me të majtën, po nuk shkoj edhe atë mirë. Qyshe ke nisë, zarë që mënë është me... Tash edhe 12 milion me fitu dikun se nuk on rregull se tani janë kuën që po të cënohet demokracia. Ta shohim Besa Qytet. Gjujtja e parë për Besa Kabashi Rama nga Partia Demokratike e Kosovës. Besa, fillimisht lutem na thuaj si ka qenë viti që e lam pas për juve, qoftë në aspektin personal, qoftë në aspektin profesional. Në aspektin personal ka qenë shumë i mirë se kom arrit me kalu pak më shumë kohë me antar të familjes cilët jetojnë edhe jashtë vendit e cilët kom arrit me i po më shumë. E profesionalisht, ona pozitive ka qenë që kom qenë eftuar si vjet me dhënë fjalimin e vitit në Universitetin Pittsburgh në Katz Lecture for Social and Economic Development. Edhe në PDK më zhdoni mundësi mrekullueshme, domethënë mu angazhu në përfundimin e platformës për siguri kombëtare dhe mbrojtje për vendin tonë. Por njëkohësisht natyrisht s'ka qenë shumë e lehtë me i po zhvillimet në vend dhe po urojmë që ky vit i ri me qenë vetë më i mbar. Urojmë të shohim edhe sa e saktë jemi në këtë gjuajtje, të cilin pra ki 2 gjuajtje, të shohim nëse do të jesh më i mirë patëm se Albani. Ta shohim. Te 15. Jetë është 15, okay? Nësa duket janë 2 gjuajtje të sakta. 3 pikë në gjuajtjen e parë për Besa Kabashi Rama nga Partia Demokratike. Të shohim se çfarë do të bëjnë në gjuajtjen e dytë. Me vetëm një gjuajtje e kalove Albanin e vetëvendosjes. Kollaja me kalu vetëvendosjen. Okej, ja. Edhe 3 pikë të tjera, 6 pikë gjithsej. Prezet të lutem. Do të një kaltër. Kaltër, po. Kjo përgjedhja juaj në fakt E kaltër. sipas partive në cilat Po. janë. Rezultatet na thuaj si ka qenë në viti 2024 për juve, qoftë në aspektin personal, qoftë në aspektin profesional, sa keni arritur ti përmbushni ato synime që ju keni Në pas? aspektin personal ka qenë vit i suksesshëm, ndërsa ato profesional nuk muj me thonë që ka qenë vit i mirë, për arsye se ne përfaqësojmë qytetarët e Republikës Kosovës dhe ka qenë një vit ju e keni pa që ka pas inflacion të rënd, do të thonë kur ata nuk ndihen mirë, qytetarët e Republikës Kosovës nuk ndihna mirë, aso nuk muj me thujë që do të thonë profesion si deputete unë kam pas sukses, në për qeveria jo keni pa ka pas ngjecje. Dhe tu taku çdo ditë qytetarët e Republikës Kosovës tu i ngrish shqetësimet ata që ka i kanë. Do thonë nuk som që ka qenë vit i suksesshëm sa i përket profesionit që kam të përfaqësu qytetarët. Vazhdojmë të me gjuajtje me parë, të shohim nëse do të jesh më e mirë se vetëvendosja dhe PDK-ja. Po besoj që po. Është, lutem, në numrin 15 e ke gjuajtjen e parë. Zero pikë në gjuajtjen e parë. Çka u bazim? Si era nashta? Te para te dyta. Të 15. Po, minimumet në rektor me qenë. Duket më mirë se herën e kaluar. Kole kom për para? 4 pikë për Rezata Krasniqin e lidhjes demokratike të Kosovës. Radhën e bazë Zafir Berisha i nisë në sipas rezultateve që po i shohim në monitor, ata mërmenja që mundesh me i kalu me gjujtjet e para. Tjetër e qanë matu, e mandej tjetër e qanë matu të... Krejt bashkë. Që kjo është e sejtë të demokraci? Për me ujë këti le ma da zyna me kaloj, mas me kaloj, ma di. Probë. Do të thotë, po donë me tregu që përmes 2 gjujtjeve të para e kalon edhe pragun zgjedhor. Pa diskutim. Fillimisht lutem na thuaj, para se të shkojmë me këtë gjujtje, si ka qenë viti 2024 për juve në aspektin personal, po edhe profesional, a keni pritshmëri më të mira për vitin e ardhshëm? Po sigurisht gjithmonë njëri jeton me shpresën për më mirë, jo që ka qenë keq, po sido që të jetë 2025 ta besoj se mo tash ka simptoma se do të jetë më mirë për mua dhe për gjithë, sepse do të ndodhin ndryshime të mëdha të cilat do të reflektojnë te çdo qytetar.
Qojmë se cila do t'jetë gjuajtja juaj, a do t'jetë më e mirë se e antarëve të partive tjera të cilat i kanë kryer këto gjuajtje fillimisht. Vazhdo të lutem. Shojmë Berisha dhe pikë të plota me gjuajtjen e parë për Samir Berisha. Ty se kena të qimin, po ata tot jem dhe. Bravo! A ver me parën Me ngjyrën e përfundoj e para për Juve, kështu që tash kthehemi te raundi i dytë. Sa unë zejtë. I rëzove të gjitha, kështu që po presim herën tjetër. Tur pa film krejtë. Alban rolla jote sërish. Raundi i dytë. Berisha tha që jorëzoj që në raundin e parë krejt partive bashk. Nashta Foti, kanë herë ju frinë edhe atyne që e kanë mashtirë. a më po e ke radhën, po. Vazhdo të lutem. Më mirë Vaja se një herën mirë e ka. kaluar. 6 pikë për Alban Bajramin. Edhe një mundësi tjetër, e ke probleme i godit gjitha tash. Po, tash Kanë bërë tanash. është me vendos ose 2 ose asnjë. E sakt 2 ishte Edhe 2 pikë të tjera. 2 pikë tjera. I ndojmë, ka dalë. Bakte zofa ju, po. 9 pikë gjësej në raundin e dytë, Besa ralla juaj. Oj, besë për një matron. Të 15, po? Po. Zero Dobët. pikë, Kësaj rove, sa pak shpedika një tjetër. koncentrim maj madh. Tet pikë gjësej, 14 në total në 2 rundet e para. Ju njeni si eksperte e sigurisë, më thash shënimi dhe shënjestra janë pikë të forta të këtij sektore. A konsideroni që edhe Vetëm me gjujt në shaj dimi. me gjuhën Këto shajnë lojna tjera që janë domethënë më fokusu e kam ma problem koordinimin me sy dhe me dora. Me gjujt në shaj nuk e kam problem, çuditërisht. Okej. Rezi ta shohim nëse raundi i dytë do të jetë më i mirë për ju Inshallah, se është më i ai i pari në mënyrë që të paktën t'ju afroheni edhe antarëve të tjerë të partive të tjera. Gjuajtje e lehtë, por Jo, s'ka shansë me shku ka e majtë si asgjë. e saktë. Jo, A shkon edhe politikisht ka e majtë? asnjëherë. 3 pikë në gjuajtjen e parë. Kur, ha? Si në rrëdh vicioz. Ja, Ja, si, ja, nuk bëm ja hu, këta janë në rrëdh. Silë, të nko. shka ma dënë. Në të njëjtën shënjestër sërish, 0 pikë, 7 pikë gjithsej në 2 raundet. Radha e personit S'u ma që don. deri më tash është më i sakti. A lun shpesh bowling, zoti Berisha? A luni shpesh? Ma herët po. Por mjaftueshëm Okej. mjaftueshëm sa me godit në shaj ende. Të shojmë është Me shënjestër mirë. të shojmë është fat hera e para, po nuk është çështje fati kjo. Allah, e shko fuqinë e kina. Nuk është çështje fati. Po dikun du të me fitu dhe jo. Ka çfarë loje me lujt as puna. Alban, dikun du të me fitu dhe këta. Ja, kam bë me hile po mduk. Alban rolla jote Parën dhe jo? 5 runde gjithsej. Shojmë sa pikë. Pikë të qëlluara, 3 pikë. 3 pikë. Pja njështë për pikë tuhit. Për pak.
dhe 5 pikë të tjera, 17 gjithsej në 3 runde. A është rezultati kënaqshëm ky deri tash ajo? 2% për mesin gjithë mongët, po edhe ato i mrina. Dhe sa shumë të mazat. Për shto, a? Po. 0 pikë Gjunje, edhe një mundësi tjetër. Bakallaj është me dhonë instruksione se me provu vetë. Jo më ta vonë puna, unë e pi sigurisht ma ushtarake, qysh akademike. Shojmë edhe Gjunjën e dytë. Duket që është më mirë. Saj radhe 8 të qëlluara dhe 30 pikë gjithsej. A është rezultati që e ke pritur në emisionin deri tash ajo? Mirë është. Rezultati mirë është, nuk është keq. Është rezultati fitu me mend. 22 pikë gjithsej për Partinë Demokratike, Lidhja Demokratike e Radhës. Jo bre se ngova. Goditje të ketë leta rezulta. Edhe e majta qenka e preferuara ose... Jo, vola. Veç di pse po shkon që ashtu se heq ose preferuar e majta. Bravo Zem, s'puvoj ma shumë. S'po kom përqisht, po gjithsej. A ka do bëna Pikë gjithsej për Lidhjen Demokratike. Atë parashikojmë rezultatin, ka ndryshime në herën e tretë. Tash, jam i sigur që nismë të me ullhet zofa, jo Fatmir. Çfarë rezultate? Ndoshta kjo është për mësysh e fundit. Veç një ju mbet. Edhe një herë e kitash. Se qëllon që ato Veç ka një herë mirëzu krejt, ka mbet edhe një. Tash këna me diskutu për tema specifike, do me thonë nisë njohim e rrë. Që kjo ndoshta është sfida ma e vështirë, se gjitha e rrëzojnë njëra tjetrën, po një me godit në shenjë. Për zotën, po të s'ka normal edhe. Për pak. të shoj që e kanë zyra në me bëllën, ose ofër vendimit edhe lujtë si parti komplet. Ose keni ofër zyrën e partisë në ikon edhe një të lujtë se. Ta supjurin një. Është larg nisma prej juve për këtë rezultat. Nisma është në rezultatin tur. Tarshëm. Aty dikon, edhe. Tës minus, morza e gabimit që shërët edhe në sëndoshë. Nuk ka shansë. Qa të regon kjo zotë Berisha për konkurentët në këtë rast? Po, doja kom ndryshu këtë. Edhe me nëmë shkut, kështu që shajen të qëmë të sot. Që se ndrojmë lojë që ato. Disa të Me të nëzit me i nati pak, për me rruma mirë. E ka shkel vijen. Ashtu mirë. S'ka problem veç një herë mjafton. Nëse i sa jere këmja. Cilat jo kërëngjesat? Të dy kanale që për ju vërlojnë. Nashta si unë fokusu shumë me evitu. A di qalla ma mirë kësa jere. Dishka nga kanë bëha mu dhe për të kërsë. O, s'ka shansë. Ka majta më shkunë. Me konë që gara në zjedhje është bolin po. Pak mirë se Si kanë rregull këtu, po shkojnë në për kanale, s'është rregull që kjo. Këto janë kisha mundohë. Nuk di. Jo, s'ka bravo. S'po më dogo që është diçka në rregull që atje.
Unë me qua ankesë KQZ, po drejt. Po. Jemi participacore, vot me sa. A përshet që ti shka përdo? Ko zgjide për se të Mësysh. Ja për zofa për shiet që ushtran. Më si të menu kretorin e prizrenit kër po gjurë. Apo? Shohim edhe herën e dytë. Qash, ti gjalla mu? Veç një. Veç një pikë për juve. Jemi në me hile se s'mi kene qitë rezultatet halo për më i qatë mënyrë elektronike ta shohim. Jemi në rundën e fundit. Gjithmonë një arsye për me one two. Jo se unë e kam strajk të fundit, po se kam... A në dhe prit pak së të qesin? Shohim herën e pestë. Jënë të verifiku. Djeta 20 vjetë që i kalu. Se është shqu kjo qeverisje me ankesa, si që po reagojnë edhe opozitarët. Se po ankoni tash. Na nuk kena anku as njerëve që kena kallëzu qa kena po e qa kena gjithë. Ato shumë, s'keshëm qore pa i përmendi sot. 4 vjetë, 4 vjetë. Qështu e këshin pas terinin, kejt. Kjo është Alban. randë Për juve në këtë loj, qysh e parashen Alban. rezultatin në qëtë loj, po edhe në zgjedhje, dua një koment. Nuk për në zgjedhje të fort jem, se Përmeni dy projekte që 4 kush na vjetë. mund, po që tu nuk pedi sa i ku morë rundin e kalun. 20-37 ki. 37, ha? Jo urën e Vadovsit. Problem me kam me dali pari se me i morë strajk me i bo, i bjen që i bëj 57. E ky mjeshtri i strajkave ish koordinaturi i njësitit për inteligencë kibernetike që ka qenë ja deshti ma fort sa hire. Veç po dorëzohesh, pa u kry loja. I nuk po dorëzona, po që kjo është rezultati. Po me rëndësi është A keni me pranua dhe rezultatin zgjedhje nëse deli të ngorën për dytë? një me, që aty fituj na Bendshëm. E nëse fiton e Bendshëm, a doni mua Bile, sigur që një prognuzë, se kitë keni qef një bo prognuzë aso i mormi, kur t'jam mledh një këtyn e tjerëve si morin sa na. Që ka që? Jo, atë kam Do ta shohim, kjo i bie një 50%. Do më që kjo mundet më konë bosti, që nëse i mledhim votat ose përqindjen tënë, këta kanë ma pak. Ta shohim, raundi i fundit. Shtatë të qëlluara. Veç 3 ju kanë betë, një mundësi më e mirë se janë në mes këto. Time, mes me pas zafën që kjo timja, problemi shkon provë. E shohim gjutja e fundit për Alban Bajrami në lëvizjes vetëvendosje. Qa me bo? S'ka pikë ma shumë, gjithsej. Sa pikë janë gjithsej? Ajo ke pjesa me e mirë. Shohim se sa pikë i ka marrë 29 pikë të fituara Vendi në dytë, total që të vendi gorë u dytë siguru. që ka. Besa të lutem vazhdojnë. Zafa më prej ashtem sa herë se diçka ka bo kjo. To është Ju lojë. i përjashtoni këta që dalin Besa në para ringë se se jo. të përfundojmë rrugën fundit, pak një prognoz, një parashikim politik, qysh kanë shku rrjedha. Qa na pret në këtë vit 2025, kur i kemi diskutimi kryesor janë zgjedhjet parlamentare, po dhe ato lokale në vjeshtë. Po mendoj që Kosova si vend i ri, e ka me rëndësi që çdo qeveri që vjen, çka do që gjenë, mos me zhbo, po me vazhdu me shty tutje dhe me kriju progres. Fatkeqësisht qeveria aktuale që është në shkuarje, jo vetëm që nuk ka kriju progres, po i ka shkaktu vendet shumë mbetje mbrapa në plot dikastere që kanë bojnë me ekonomi, mirëqenie. Mendoj që qytetarët janë ata që gjykojnë më së drejti, a është jeta e tyre më e mirë dhe në këtë qeveria jo. Dhe natyrisht besoj që duke marrë parasysh çfarë ekipit mrekullueshëm me profesionist PDK-ja ka vendosur para vete dhe çfarë programi i cili është i bazuar te qytetari dhe ka qytetarin dhe interesin dhe mirëqenien e qytetarit në qendër, besoj që ne do të fitojmë dhe do ta kryejmë qeverinë e ardhshme, e cila natyrisht do të jetë në shërbim të qytetarëve tonë. Masi ja nisi Albani me Të gjithë përqindje, qytetarëve tonë, edhe atyre që e votojnë, po do kanë edhe atyre që nuk e votojnë. masi ja nisi Albani me përqindje,
dua një përqindje edhe prej juve ashtu, qysh I keni Unë vej parashikimet prej edhe matje? fushës sigurisë dhe mbrojtjes dhe kom bo lumtime shumicën e jetës tame, kam edhe jetë akademike, kështu që tu e marr parasysh çka thot shkenca dhe lumtimet, nuk isha dasht me spekulu, mirë po me bindur që ne do ta udhëheqim qeverinë e ardhshme të Republikës Kosovës. Të shohim rradha juaj. Faleminderit. Dy gjuajtjet e fundit për Besa Kabashi Rama nga Partia Demokratike. Me qenë se shumicën I keni në mes, keni mundësi që të rezoni të gjitha. Se kjo është lojë mrekullueshme se se ki presionin e zgjedhjeve. Ashtu si Kjo është gjuajtja më e mirë e juja deri tash. Rezarta është mundësia jote e fundit me tregu veten Me shkuka e djathta në këtë me rast. uafru me djathta ose me djathta. I pse po shkon kështu vet? 31 pikë gjithsej për Partinë Demokratike. Aktualisht keni vetëm Paraprakisht edhe juve nuk do t'ju lëshoj pa një përqindje si parashikim të zgjedhjeve. Vetëvendosja po thotë që krejt opozita s'do t'i keni bashkë numrat sa lëvizja vetëvendosja. Partia Demokratike po thotë që na kena me udhëheq qeverinë, qysh është parashikimi juaj. Mujve zgjedhjeve nacionale ka tregu rezultati, ka qenë para në të dhe lokale, kështu që veç ka me vazhdu në këto zgjedhje nacionale. Që kjo është E njëjta përfshindja matematik. shifra, e njëjta matematik, kemi me dale para. Provoje t'jesh e para edhe këtu të shohim. Menqi. Gjuajtja më e mirë deri tash. Që tash ja more dorën me gjas, po është raundi I fundit. Thashën e. Tyrë po sakt po shkon. Nuk ka pikë të tjera për Rezarda Krasniqi nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Gjithsej, Për pak. të shohim rezultatin final. Jo, kazimi, 23 pikë. Upa. 23 pikë nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe rrjedhimisht rezultatet preliminare para se gjuaj edhe Zafir Berisha prej nismës, si vjen që Lidhja Demokratike është e fundit në këtë rast. Zafir, e kitë sigurt fitoren bowling, po qysh është situata në realitet, në politik, në zgjedhjet e nënë shkurtit? Në fakt në kemi pushu një 4 vjetë, edhe tash jemi shumë tezë në pasigurt, po të regon edhe loje, dhe që po shpresoj që mazhuronca aktuale që do t'jetë në opozit e një rezultate, se këta din ka njerë edhe mos me njohë të rezultate. Thoni që kjo është regues edhe për zgjedhjet e nënë shkurtit, ha? Rradha juaj për raundin e fundit. Gjithsej 3 pikë të fituara nga gjuajtja e parë. Është e ko luksin edhe më na sulmu. Gjuajtje ma të fuqishme prej Zafir Berishës, zakonisht të tjerët janë duke përdorur Nuk me gjuajtje qenë ma lehta. strategjia dhe të zgjedhja topave se je të I zgjedh topat me cilët një të godit në shënjestër. Isha orë me garu me juve. Shko problem Kime garu, kime pa vetën. Kini garu ju me neve njëherë, të dhe lokale, a garu me njëherë, ma gjatë. Në zonë është me shkas se cili Mbete të shije. gjuajtja e fundit. S'ka pikë. Me gjithatë, Zafir Berisha është Me mojë të flamurit. të shohim edhe rezultatin final. 61 pikë për Zafir Berishën nga nisma Social-Demokrate, që është I pari në aspektin e pikëve. 41 më pas vijon Alban Bajrami nga lëvizja vetëvendosje, 31 ka Besa Kabashi Rama nga Partia Demokratike dhe Rezarda Krasniqi 23. Kjo është lojnë. Nuk është treguese e vërtet. Apo e pranoni gjithë rezultatin, a ka ankesa? Jo, unë jam me
Qitje dhe këndëporën, masi është loj, se për tjera për një mes dolit. Jo, Lajna, kërkova ma herë, Lajna dojnë part ma 6 muajve që keni fitu jo. Nëse më ngani, masi është loj, e këshmi qitë të porën. Amo disponimin në fillim nuk e bashkë që medalje të dytit, a? Po, qërep, ta dzova, ta nismës, ka mundësi e pas kanë zyre në ofër në i bolingu. S'ka mundësi kësi rezultate me morë. Unë po besoj që këtu janë shenjat e asaj ramjes që pritet me ndodh me në. Edhe nëse loja është refleksioni i aftësive, me lujt lojën, atëherë unë po gëzona shumë se i bjen që Arben kemi më fitu zgjerit apo. Absolutisht. Pse? Kjo rrugë Se nëse është në bazë të aftësive, kompetencave të ekipit, programit, atëherë PDK-ja pa dyshim e ka më të mirë. PDK-ja ka kandidat rezervë për kryeministër. Kryetori i partisë nuk garon kurrë. Te jo është sikur me nai kult fetor ku ai udhëheci kultit rënë shtëpia i çon djem me lujt, Menoj që vlerësimin PDK-s në 9 shkurt ja japin qytetarët, jo vetëvendosja, edhe mendoj që çdo veprim që kemi bërë deri tash prej njerëzve që kemi zgjedhur, prej programit që kemi shpalos, tregojnë që i vetmi interes që ka PDK-ja është mi u përgjigj nevojave të qytetarëve, kështu që jemi me 9 shkurt. Patjetër. Po para 9 shkurtit do t'ja uroj fitore. Po. Urime zot. Urime. Çezok. Urime kjo lojë. Si me ekipin kemi në parlament edhe ajo frymë që ka mungu deri tash do të jetë prezent në 4 vjet të ardhshëm. Mbeti të shihet nëse edhe pas zgjedhjeve të po kytem nëse ke. Na, po harrojmë që zona me posta i lojë kështu që ishtë lujë kompleterë nga kështë. Kishit mujt as me ju afru. Shumë thellë kështë fitu. Si që unë me bëndë adhurusi maj pak i lojnë edhe jenë, po i taktika dhe natyrisht e po, edhe aksidentalisht nuk jem këtu ku jem. Duket ka pas atë 4 vite me reflektu edhe në strategji edhe në mënyrën e funksionimit edhe ky është rezultati i lojës edhe mbase. Sigurisht dhe që konstataroj që unë 3 mandate kam qenë deputet në konvent edhe kështu që rikthimi im nuk duhet më konë shqetësim për asnjë, për mundrazi. Faleminderit edhe një herë për marrjen pjesë pra në këtë lojë dhe në këtë aktivitet. Do të shkëputemi vetëm për pak minuta marketing për të rikthyer edhe me një lojë tjetër, por me pjesën e tjetër pra të grupit anëtarëve të këtyre partive të cilat sonte i kemi të ftuar. Kthehemi në pjesën e dytë tash me një lojë tjetër, do të luajmë pikado me një përbërje tjetër nga përfaqësuesit e partive politike. Loja është 301 pikë, secili që është më i aftë që ta zbres këtë shifër në 0 e fiton këtë ndeshje. Arjeta, cilët janë lojtarët tanë këtë rast? Aktualisht ne jemi pozicionuar edhe kandidatët të cilët do të luajnë në këtë lojë tashmë janë përzgjedhur. Bashkë me ne është Qemail Aliu, pra është nga vetëvendosja dhe është garuesi i cili do të luajnë në këtë lojë, në ndërkohë Arben Mustafa nga Partia Demokratike, Armand Zemaj nga Lidhja Demokratike dhe Time Kadria nga AAK-ja. Po nisim me ju këtë garë duke ju uruar fat të gjithëve. Atër, si që dini, regullat janë 301 është rezultati, prej pikve zbresim në 0 para se t'i gjuani 3 gjuajtjet e para, zotja Liu, qysh ka qenë viti juj 2024, shi për juve personalisht edhe profesionalisht? Përgjithsisht ka qenë viti mbarë, normali ngarkuar me sfida, po i shëndetshëm edhe i suksesshëm. Qaj është në nëci? Suksesën në lojë? Faleminderit shumë, për nga natyrën nuk jam shumë sportiv, po megjithatë A luni shpesh pikado? Fadin. Nuk është se e praktikoj, por për hobi të shohim. Edhe privatisht edhe këtu. Atëherë, gjithsej janë 213 pikë ju kanë mbetur. 58 janë Do heq. ta shtypim edhe Start. Po, tash është dari numër 2 që e ka lojën. Arben Mustafa nga Partia Demokratike, të shohim se si... Fillimisht Arbena shpjego pak 2024-shin, qysh ka qenë për juve. Në aspektin personal ka qenë një vit i mbarë,
familje në ngusht, kemi qenë 3, jemi bo 5, e kanë orë një jetë dy vojza, që ka qenë një vit i mirë, një vit me harmoni, një vit me shëndet, edhe po besojmë që na presin momente të mira edhe në vitin arshëm. Urojmë që ky vit jetë i mbarë për të gjithë dhe shohim se cila do të jetë performanca juaj në këtë lojë të radhës. 51 pik, plus 20, plus 42, 2 triple shot nga Arben Mustafa, zbret në 188 rezultati i tij. Vazhdojmë tutje. Armen Zema nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Qysh ishte 2024 për ju? Faleminderit shumë. Vit i ri 2025, fat shëndet për gjithë ju dhe gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Viti 2024 në pjesën personale, viti i rëndomt në obligime familjare, me fëmijë të rritur, në studime edhe obligime më të mëdha, ndërsa në pjesën politike, në shpresën që viti 2025 do të jetë shumë më i mirë. Kjo shumë më i mirë slogani i Partisë Demokratike. Ata mundet me qenë më mirë, ne e kem shumë më mirë. Në rrugën e rrënë shumë më mirë. Të shohim 3 gjuajtjet e para. Kemi me bo më mirë, kemi me bo më mirë. 20 pik. Mu në mes të tabelës 50 pik, 80 gjithsej, zbret rezultatin në 221. Një staf. Vazhdojmë tutje time Kadria nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Faleminderit shumë. Fillimisht na tregoni se si ka qenë viti 2024 për juve, sukseset të mira që kishit dashur me i nda bashkë me nesër. Në aspektin personal, familjar mirë, gjithçka mirë, me punë të shumta në parlament, sepse kjo qeveri na ka nxjerrë punë të shumta duke e monitoruar. Ju kanë nxjerrë shumë punë. Po, duke monitoruar me lup gjitha ato dështime që ka pas kjo qeveri, për mu shqetësu se ka qenë migrimi i madh i qytetarëve të Kosovës në këtë vit që është një numër i madh që ka mbraktisë Kosovën. Shpresojmë për ditë më të mira në vitet në pasim, në mënyrë që të punohet mirë dhe drejt që qytetarët dhe Kosova të jetë vend i dëshirueshëm për të rinjët dhe për qytetarët e Kosovës. Urojmë që të jetë, kështu të shohim se cila do të jetë urime vit i ri për të gjithë qytetarët e Kosovës. Se marrë tash mirë tash shushme. Qam keni bue. 36 pik me të parën, 12 herë 3. Plus 20 herë 2 dhe 13 pik. 89 pik gjithsej në raundin e parë, 212 rezultati i time Kadria nga Alianca. Atë mund të arben, atë mund të arben. Jam një rundë i parë. Kemi sërish në raundin e dytë. 213 po para. Një pik. 5 pik. Plus 5 dhe e treta shkon hoq. Qështu kam një shkue. 5 dhe po. Qështu kam një shkue. 5 dhe 1, 5 dhe 1. Do të thotë 5 dhe 1, 5 dhe 1. Ishte me shkas kjo. Veshte, tu kena presin s'kena mujt me aqitë se... A e prejka të po, a? Mustafa nga Partia Demokratike. Rebre ti, veç bënë të fazë. Veç bënë të fazë. Pik të vogla, këto në 3 gjuajtjet, 6 pik gjithsej. Milion hapsin, pak mëna mos më shkëput shumë. Hajde? Shkojnë, do të zemaj. Unë si që këtyne jam një ma pak po, se... 20 pik. Armenin në ato gojna. 54 pik gjithsej, 167 totali deri më tash. Preke atë punën, Armen? Preke punën. Do këtë të këja mjë Do të vazhdojme. Me shkojmë qështu kadal, Do të vazhdojme me Kadria, por nëse kjo performanca e dy do t'jetë më e mirë se ajo që e patët në fillim, në shënjesër e dim që ke qenë e mirë, ta shohem. Po shpresoj me qenë edhe se e para nuk kisha ankuar. 15 pik. 20 herë 3, rezultati më i madh. Plus 6 pik, 81 gjithsej, 131. Deri më tash, po prin me rezultatin nga Kadria. A besoni që shkon kështu deri në fund? Po.
E shkojmë me raundin tjetër. Aktualisht koalicioni AK-Nisma është të pri në krejt lojnë edhe në lojnë në bowling, pra është Zafire, tash po e shohim koalicioni po duket me qenë shumë i fortë. Ska në arsye tjetër i këni lëmë me orë në nështrumin atë përpora dhe... Dikon me fitu bile. 4 herë 3, 20 pikë të tjera, 46 pikë në total. Ju mbesin edhe 161. Mustafa nga Partia Demokratike. 1 pikë. 2 herë nga 20. 54 pikë në total. Hajde. Bravo, PDK. Zemaj, E treta vërteta? a besoni në fat? Nga pak. Ma shumë punë. Ata pas besu në fatë e këshin mojtë fatë mirë. 26 gjithsej. Punë. Pas e prej. 141 pikë ju kanë mbetë. Si për i nati për harrojtë. Ja, di shka. Njëzet. 5 herë 2 dhe 14 të tjera. Keni para që zbritni në 100 pikë, 87 i keni gjithsej. Trake punë. Edhe të ku mu shtru në fillim qata e ki. E gjatë, dhe kjo po afrohet dhe afër. Tjetër. Dhe ka shkel vijen. E ko komë në modhe më suan kërëve për shtasianë o burë. Një doktor. 35 pikë të tjera për Qemajnë Liun. 126 pikë gjithsej. Vazhdo në tutje me Arbenin për të parë nëse do ta ullë në 100 numrin 20 pikë. 17. 18 herë 3, 36 pikë, 55. Fundit, që aty është e fundit. Që aty është problem. Aktualisht është Arbeni që po prinë. $23 pikë në total, 98 arrin me zbrit numrin Armand Zemaj. E ke pillën Armand? Qëta me qëllim, këta bon vesh për dekoncentrushme. Jeni mësu veç glau konjufsa me shtek butoni, për mua dam fjallën, nështë, ha? 60 pikë, kujdes i keni veç edhe 27, nëse qëlloni ma shumë se 27, ktheheni sërish në rezultatin para prak. 25, ju përmet veç edhe 2. Nëse do në mundosh me hup këtë gjuajtje, nëse si jeni sigur që e prek në dyshin. Sa të këthejnë fillim. Nëse e kaloni më shumë, atëherë ktheheni në rezultatin që kishit para këtij rondi. Veç mundesh me shty butonin dhe me kalu të lejtari tjetër, nëse u amërmanja që s'po ta... Shë i jashtë aty, veç më shë. Do këtë vetëm shkon atëherë rezultat shumë i afërt që ta fitoj. Jo, nuk kthehet vetëm mirë. Dhe shtim shu jashtë pak. Mo ta shti s'ka desha po, mirë. Tash veç dyshin e ke, po. Shkojmë me raundin e 5. A besoni se mund të ta ktheni rezultatin, veç edhe 2 kanë bet AK-s. 126 i keni jo. Nuk jemi ne kështu sportiv, po... Të shojmë. A më nuk kthehet ajo, dhe si shkojnë po si kthehet. Kthehet mo, jo para më kanë kthehet. 15. Ja pa që anë të ushin e pas në qëto. 87 pikë në total. 87 pikë. Në 39. Arbeni Partisë Demokratike, 55 pikë i keni gjithsej, a mund të kryeni me këtë randa jo? Me qëllu, po. Dhe shojmë. Më si kalo 55, se kthehesh në fillim. Po vetë vendosje këtë. I kalu 55%. Edhe 6 ju kanë bet. Edhe 6. Ishte me stil kjo që të mbeteni në 6? Jo, më në 2 herë 3, po së në roka. Zemaj nga Lidhja Demokratike. 13.
edhe 65 i përmbet. 56. Veç shtype butonin për... Po, deri në 20 runde. Dyshin e vështirë me gjithë. Ja, e gjanë, me të parën e gjanë timir. Jo, e humbe këtë round. E ke qëllu 17-shin dhe nuk i ke kalu shifrën prej 2 pikëve, sa të nevojitën. Kjo ka, se mësë. Veç shtype butonin. E gjemë shtirë. Reka. Që po mdo sa herë të krymë. Veç 1 pikë ose 2 janë të pranueshme. Ja që kësa herë pata me kry. Ashtë me dalë para vetë vendosjes edhe këja. Dërshka është dëshira, dërshka është mundësia. Ta bojmë ma festive pak, se njërës përfejdojnë me kësë. Pa tjetër. Ja s'ki drejt me aprit lojë kretorit që dhe kena koalicion. Të mdjet edhe 8 pikë. Edhe 8? Po, 8. Erik, rezultatin. Fituesi është Qemal Aliu nga lëvizja me vendosje. Qysh si pa hiri e roki, po. Së si pa hiri. Snashti. Hajde dashtë, se duke jam e të për dytën. Vendi i parë tash më dihet. Përfundon edhe kjo loj, ka veç fitus, nuk ka vend të dytës. Ka sigur kësa hiri që duhet është dytën, Vazhdoj me lojën e radhës. Qysh ke rezultati, a ke i pret shumë ajo? Shumë bukur, rezultati mirë, goditjet leta, të buta, të qeta, ta mund që shka me qenë viti i mirë 2025. Qemal, si fitus që shponisht dhe që kemi u dhanë kundërshtarve, që me gjitha të pat para teje, deri në mirë është që Moli nuk është në garë, kjo është kryetar komune, garë është për zjedhe nacionale. Do të kemi garë dhe nivel lokal. kemi edhe kretorët e komuna. Me gjitha, taktikat më të mirat ishin të mirat dhe unë e para arrita në finale. Pak fat që e pak se për ndrysh. Për 2 pikë. Jo prinë guzimtarve ti betoj. Arben, rezultati? Keni pas atë. Rezultati jo shumë realistik, nëse dojmë e lidhë me gjenjit që kemi në teren, po prapë se prapë patë përpjekjet mira, kështu. Po të teren edhe këtu deri në fund ishte në favor të tjerve lojtarë dhe në fund e ktheu Po, kjo të regon gjenjen realistikit që kemi në teren që opozita është u dheq, po kjo gjujtje e fundit e kryetarit. A ka rëndësi gjujtje e fundit? E roke ajo të mund. Që është të kome qenë edhe me të shkollë. Kini me me të mbirë. Atër, ka sa i përket edhe kësaj loje në Pikado, do të vazhdojmë me një sfidë interesante në biljardo, por jo lojë klasike, si që jemi mësuar të shojnë. Vazhdojmë tutje me lojën e radhës, ne jemi pozicionuar tashmë tek hapësira e biljardës, ku më shumë se lojë do të jetë sfidë. Aktualisht mbi tavolini kemi të vendosur pra 4 topa dhe secili prej tyre ka të vendosur nga një stiker me partitë politike, është divizja vetëvendosje, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike dhe AK-Nisma. Aktualisht bashkë me ne është deputeti pra i vetëvendosjes. Sfida për juve është kjo: me cilin prej partive politike preferoni koalicion, i kjetë vendosur 4 stikera në 4 topa dhe tentoni që ta godisni njërin prej tyre me cilin pra dëshironi të jeni bashkë. Pa të regu me kanë veç godite topin dhe le të regoj vepra. Po, që unë mendoj që koalicioni ma i mirë, këmë e qenë, është të qenë. Ka pas nevoj me bashkëpunu me asnjo, se me letë e kënë në ratën trahtu të qysh shumë letë. Pra së një koalicion. Edhe me PDK-n s'muna me bo koalicion, AK dhe Nisma, alor nuk e kanë përcaktu në fatin, kështë që është vështirë me po për ndryshe ne kemi koalicion me Listën Guxë, e cila nuk qenë ka këtu, po ne kemi koalicion. E kene partner gjithashtu, vazhdojmë tutje me rezortën. Ska dert, vazhdo tutje cili do që dëshironi, pas që do të marrim pjesë të gjithë. Të lutem Alban. Do të marrim pjesë gjithë me sa flet po. Zemaj pa të regu me fjallë, veç godit e partnerin ma të mund shumë pas në shkurtit.
partner e kënë qytetarit, e këta tjerë që shtu i shpërndajnë zirë në datën 9. Ka qenë një goditje sakt, Kjo do më thonë me qitë ka pak. ka godit. Të gjithë të tjerët shohim edhe vazhdojmë tutje me kandidatin e radhës. Besa nga Partia Demokratike e Kosovës shohim se me kë preferon koalicion në këtë zgjedhje. Ty të jemi në besë. Në këtë rast është lëvizja vetëvendosje, partneri ju. Ndërsa vendin e Kosovës ka marrin vetëvendosje. Kjo është I ka rrati qysh si për mas. Strategji. Sepse u. Hajde ta provojmë më njërë. Zof, s'ka rotacion këto. me kë do të garonit, mbitet të shihet pas zhuajtjes. Nëse do t'jeni i sakte edhe në këtë shenjë si që ishte në pjesën e parë. Kejtë dhe këllë PDK, pa. Po pse edhe jo. Një front opozitar, po i me rëndësi është vëvëja me shku në shtëpijen. Paka shumë... Veç jo me rotacion. Paka shumë që shëshkone dhe thirja. S'po garoni u kur kejtë trëq. Rezultet tregove që nuk je shumë e mirë në këtë lojë, po gjithsesi mbitet të shihet se cila do të jetë Afro dorën afro. Çitë dorën poshtë? Ma poshtë. Në fush qite. Fush. Dhe ngrehet dorën tjetër mrapa. Ngrehet shtagën mrapa. Mrapa. Bravo. Bravo Reza. Me LDK-n. Bravo. Këtë rast është AK Nisma, që e goditi Krasniqi, është partneritet potencial ajo. LDK me AK-n dhe Nismën. Ares aja pranë, krymitan? Bravo Reza. Na në këto zgjedhje jena mas pari vetëvendosin me qunë shpe, si partner potencial mujnë më konë këto partitë e opozitës, ama hala do të mi pa sa kam për një merë, sa në serios, sa po rritën, që për momentin vetë përshkojnë. Vetë përshkojnë të shohim edhe në rezultat. Në shënjestër. Ha? Unë e thashtë të shumë sa keni për një merë, sa e një serios, kështë që kemë kohë dhe me nënë shkurt. Deri me nënë shkurt. Vazhdojmë Dhe me nënë tutje. shkurt. Besa? E krym. Besa? Po. A kjo... Ka qujt Besa. Po, Në rejtë, vazhdojmë tutje me zotin Aliu. Partner në zgjedhje lokale. Me kanë jeni në partneritet në... E vërteta kështë loje, unë besoj që du të me ndohë mas 4, eventualisht mas 8 vitësh. Tani për tani, ne në koalicioni kemi listën Guxo dhe alternativen. Pas në arru në falë. Nëse do të ishin këto, normal që ata do i godesja. Në të kundër, ne jemi në koalicion me I kanë shkrimra në listë dhe ashtës. Nuk e godas asnjë. Politikan i ke bo, të ke bo politikan. Në rregull, do ta ndryshojmë tash pyetjen. Kemi një rubrikë tjetër. Tash i kemi ndru pyetjen, i kemi kandidatët për kryeministër nga gjitha subjektet politike, Albin Kurti, Bedri Hamza, Lumir Abdixhiku dhe Ramush Haradinaj. Do t'i godasim topin me figurën më të denjë për kryeministër. E kemi zotin Aliu të pari. Tashti simbolika është pak e keqe se unë kryetarin, kryeministrin ton më të mirë që ka pas historia e Kosovës, po dhe mikun tim personal do të me godit. Një kërkoj gjatë fizikisht, po pak krahasimisht, Albin Kurti është më i mirë se gjithë tjerë. Rregullat e shtëpisë do të respektu. Që? Ja, ma shpine. Shpinitet, po. Quti tash, rëke lumit e drejtë në foto. E njëjta pyetje Len për të gjithë, zotin Mustafa, për kandidatin më të denjë për kryeministër. Unë e mendoj që këtu s'ka shumë diskutim se jo veç na po përgjigjen pe japin krejt,
Në zgjedhjet e ardhshme kemi me bo Kosovën ma mirë me Bedri Hamzën, e për zgjedhjet masaneta një kallëzojmë mas 4 vjetë qeverisi që bojmë. Mas 4 vjetë e bimë. Shpile move jem na. Ma mirë është me 3, ndërsa shkëlqyshëm është me 5 si s'po ndodh. Edhe kjo ishte i saktë. Sipas përgjigjes që edhe. Sa bëju do? Okej. Bedrije në atë. Zemaj po pastron terrenin fillimisht. Si gjithmonë. Si gjithmonë. Armendit është dosh me aqit ise. Po mduket. Almira Begjiku që një vetë e gjys është po i pare gati për kryeministër me program, me rrugën e re, me ekipen më të mirë që ka Kosova, edhe fitu si zgjedhje. Një goditje e fortë. Zotri Zemaj. Zafir Berisha, lutem. Zëjmë tutje me... Andale si kime gjuj. Bye. Goditjen e radhës. Shqoni, me që nuk u ka dhënë shumë gati Ramushit me kallëzu vetë vetët, dhe llogarisë që është njëri i veprave dhe punëve të mëdha, unë mendoj që momenti është që me marrë edhe një herë, po megjithatë këtu jemi Kosova, se nuk janë gjithmonë pyetje numrat që shpomenoj këtu para meje. Marrveshja për sa ditë. Po dishin ai sa ju, a? Pa numra më të kanë më marrë. Edhe zotri Zafir ishte i saktë për atë që edhe e tha paraprakisht. Bravo. Do ta ndrojmë tani lojën në vit i ri. Tjetër. E ndrojmë sërish pyetjen, tashmë pyetja për të ftuarit tanë është se kush ka qenë kryeministri që ka bërë punë më së shumti punë të mira në gjatë mandatit të tij qeverisës pas pavarësisë së Kosovës. Janë me rend Hashim Thaçi, Isa Mustafa, Ramush Haradinaj, Abdullah Hoti dhe kryeministri aktual Albin Kurti. I ftoj të marrin pjesë në këtë lojë. Hajde Alban, pasi i kishte ardhur. Veç po dihet, në në morë leje, po s'dihme me rrëk si kryetari me këthem, kështë që drejt kryetar për shkoj se... Mas shpine. Jetë të gjytë për ishat, ish kryeministër. Po ish kryeministër i bjen edhe tash, se tash mandati ka përfundu. Jo. Edhe për herë të pore ka qenë dikush 40 mandat. Për ish kryeministër në kaluar. Do shta qaj ka më shumë suksesit i vetëm, që ka qenë mandatin dhe në fund. Kujtimi me i mirë. A i dini një sen, për shembull shumë njerëz mendojnë që ne kemi fitu për herë të parë në 2019. Partia e parë dhe vendosja është prej 2017. Kush mirët në politikë e din çto. 2017 i kena shtimu po AK, PDK, nisma bashk, tani do analista, banalista, ketroç. 2017 na dol partia e parë. 2019 2021, Okej, 2021 i bo bashk. 2025. Për pirë do vite një sukses të Edhe shumë se 2025. Edhe qëtu përfundon rrafimi, veç keni dalë parë. Kështu që goditje saktë. Albin Kurti, sipas deputetit Alban Bajrami. Alban? Hajde ashtu, lejten ka pas koalicion për të parë. Këtu mendoj që Albani, deputeti, unë gut pak, se nuk e pa që është edhe Hashim Thaçi aty. Se tek ish pa që është aty topi, besoj që kish gjujnë ndryshe. Për ndryshe, tu kem kryeministra, mirë po, menoj që është kryeministri i shpalljes pavarësisë i zhvillimit të vendit, që urojmë që në vitin 2025 ta kemi mesin tonë Kosovë. Goditje e saktë e radhës. Hajde Zemaj. Ndoshta për ty ka me qenë pak ma sfidus, pasi që në këtë list i ke 2 ish kryeministra. Bëhet fjalë për Abdullah Hotin dhe Isa Mustafa, cili është më i mirë sipas jush që ka qeverisë më mirë dhe ka suksese më shumë që ja faturani atij. E mira çdo kryeministri është në përfundim të mandatit, për çka mbahet mend, në për cilat sfida kalon një lider i ekzekutivit dhe mënyrën se si e trajton buxhetin e shtetit
por mbi të gjitha se sa e zhvillon edhe sa integron Kosovën në familjen evropiane dhe euroatlantike. Unë i kam bërrit të gjithë si pjesë e kuvendit të Kosovës, qoftë pozit dhe qoftë opozit, po vlerësimi më i mirë është me atë që punon bashkarisht, me atë të cilin kom qenë ministër në një kohë ku Kosova dhe gjithë globi është sfiduar nga smundja COVID-19, dhe për mendimin tim, një njeri i matur që mundesh me punu edhe me shërby vendet bashkarisht me të, është Abdullah Uti. E që do dhe ministër e ti? Ja thash, si varcë. Goditje e saktë. Duke që në bilardo jeni më të saktë se sa në dy lojnat para kapë. Po, si total. Gjithmonë është diçka që ta frënd, ose diçka që t'josh, kështu që kur e kini figurë që ki respekt për ta, që ki punu me ta, atëherë është edhe në politikë është njëjtë. Njëri që e ko mas shtiri. Po shiqoni, unë tash edhe ma herët, Ramushi ka qenë edhe du të me qenë për mi krydhe do punë që kanë metën, po si do që të jetë, ashimi oj pas avencushëm. Bravo. Ashimi pas avencushëm. Për shkak se historia ka tregu edhe është njeri që ka pas fatit me qenë realizus i projektit më të madhë, të mënë shpallës pavarësisht, ku unë me Zotit Zemaj nëse zgaboj kemi pas blerin, kemi deputet asaj legislature, edhe ma thonë drejtën ma po dë kësë unë edhe këto dy profesorët të rrisë jonë ati. Po, me nëndën shjemi. E kje dhe një shonë. Ate përvojë me dhe real, mas i veç. Ja se pat fjallën e mire, meriton, se pat fyrjen e mire. Umute pak. Emocion se është. Tash është. Atë parën. A doni me gjujt, besa dhe që majt edhe për simbolik nga një... Shkoj Rezja? Ato ku se godita e këputi. Rezja është duke vazhdu festën e vitit 3 në fushat. Që ku i numrohet aktiviteti. Pa dyshim, dhe më thoni, nuk besoj që kom diçka me shtu të Arbeni, kryeministri më i suksesshëm i vendit tonë aty, presidenti edhe ish kryeministri, thotë që kam pas në fakt ndirë që gjatë kohë që ka qenë kryeministër në shikimin strategjik sektor sigurisë për cilët ka dalë FSP-ja, edhe jam shumë ndërryma që kom qenë pjesë në ekipin e tillë, uroj që së shpejti të shihemi në Kosovë me të tjerë. Bravo. Hajde Cemal. Edhe gjuajtja fundit për këtë lojë. Shkëm për Cemal Alion. Ta shohim se cila do t'jetë goditja e radhës. Albin Kurti është kryeministër, edhe do t'jetë edhe shumë gjatë besoj, me punët që ka bërë, me standardin që ka sjellë, me qeverisjen e shkëlqyeshme që ka bërë. Kjo po shihet çdo ditë në popull. Kështu që s'ka kur farë kuptimi, domthon me goditë si ish, ky është dhe do t'jetë. Realisht nuk është se kam me farë vlerësimi për të tjerët, sepse unë jam aktivist i lëvizjes vendendose për vitin 2005. Po në mesin e këtyre do ta kisha dallu Abdullah Utin, që fol një qeverisje dobët që ka bërë, na ka bo 51%. Sa menduam që po e lavdën. Kështu që e godas për kryeministin më të mirë në thonjza. Do thotë, ti e ke mesazhin e kundërt që kryeministri që ju ka mundsu fitoren 2021. Faleminderit shumë. Faleminderit. Jemi pothuajse gati krejt në fund të këtij emisioni festiv, veç se fillimisht do t'i sfidojmë për fund pak të ftuarit ton. Armand Hoti, pra gazetari i emisionit Kompas, i ka disa pyetje të cilat i ka përgatitur do t'i shohim bashkë përgjigjet e të ftuarve ton. Pra janë pyetje pak më sfiduese. Armand, lutem fillo për secilin pra të ftuar nga një pyetje. Rënditja është kështu, fillojmë prej Alban Bajramit. Po atëherë fillimisht
i ftoj antarët e partive që të mos kenë hatërmbetje, por edhe që të përgjigjen shpejt. Atëherë pyetja e parë është 3 deputet që do doni të kishit në partinë tuaj. Prej partive tjera? Po. Besnik Tahirin, Armend Zemajn, masi është që të se tani rënuhet. Jo, Armendin, dhe po e zgjidhe një prej PDK-s. Ariona Shushimësliu. Kryetari nderuar, edhe pse nuk jeni në kuvend, cilë kishin me qenë deputet që do donit? Na mjaftu shumë deputet kemi, po me qenë se që nga pyetja kështu, atëherë për prej secilit prej subjekteve, me qenë se jemi këtu me Armendin, unë kisha zgjedhur Armendin prej PDK-s, Timin prej AK-s, edhe prej PDK-s Enver Hoxha, për shembull, është i moderuar. Zotëri Zemaj? Ka deputet tepër të mirë, në përvojën time gjatë, disa edhe mandatin e fundit dorën zemër, pavarësisht polarizime ose debatet që bëhen. Po Albani është i zeshëm, nuk e kam të për subjektive, por mas jemi këtu bashkë. Besa mos të milënohet, po mas jemi dy Dugaxhinit, Arbeni i ka të shok mi që e livdojnë shumë si profesionist. Edhe Zafa, sepse po më duket është pak sa e qëllimshme kjo që... Edhe Zafen sepse kemi qenë po në kuvendin e shpallës së pavarësisë. Pavarësisht, po them edhe një herë debate o gjëra të tjera, njerëzit e ruajnë respekt për kohën kur ordash në shërbi vend. Zonja Gabashi? Faleminderit. Kosova ka shumë dje me vajza zot në fusha tyre caktume, cilat i kanë ekspertizë dhe mendoj që kjo dëshmon edhe prej energjisë që kemi në vend. Po megjithatë, PDK-ja veç e ka një ekip të jashtëzakonshëm. Edhe ata që kemi mendu që janë më të zotë, më të mirë, e kemi shtinë ekipin e Bedri Hamzës. Faleminderit. Ato është mi përmend, 3 emra, megjith. Kjo është e përgjigja jame. Faleminderit. Fatkeqësisht, s'dia ku më mund të përgjigj pyetjes tamam, po në këtë mandatin e kaluar, unë nuk kam qenë pjesë e Parlamentit të Kosovës, edhe sinqerisht më thon për çka e kum po mas shumë ti këtë legjislaturë të kuvendit të kom për mungesë korumi. Edhe si legislatur nuk është që i ka ofru shumë deputetëve fatkeqësisht as deputetëve të opozitës me u shpërfaq shumë për shkak se kjo mazhorancë ka dështuar me i marrë mbledhjet. Edhe unë uroj që legislatura e ardhshme të jetë më e kompletuar dhe të jetë më aktive për me çu përpara agjendën zhvillimore të vendit. 3 deputet që do t'i donit në PDK. Ki emra? Thash edhe një herë, grupi parlamentar i PDK-s ka pas 18 deputet, pavarësisht që dihet si ka qenë struktura e këtij kuvendi, kanë qenë shumë aktiv dhe kanë qenë të parët në numrin e iniciativave dhe nuk dua t'i hin hak askujt për shkak se nuk kam qenë mesin e tyre, por sigurisht që e vlerësoj edhe grupin parlamentar të PDK-s edhe opozitën në përgjithësi që brenda mundësive që i kanë pasur, ju mundu ta kryejnë rolin. 35 mbledhje ka mundu kryetari i PDK-s si deputet. Po jo se ne kemi marrë asnjë. Lumiri pak më mirë ka qëndrua, ne mbledh skandal. Po s'ka marrë kur jo se ne bëni shumicën aty, është vetë klubin në vetë. Ja deputet. Vazhdojmë. Faleminderit që më dhat mundësinë. Në fakt unë natyrisht një nostalgji për 3 legjislaturat e kalume, por me që ideja mi përsaktu 3 deputet, me thonë drejtën një që i njoh shumë të VB-s, edhe merr shumë interesant, du me thonë publikisht, për këtë djalin që i rapar për shu, me gjithë ato për s'ka marrë leje edhe me kish edhe me ba i gare. Kështu që e kisha pas shif me qenë edhe në legjislaturën e ardhshme, se për ndryshe me i dajtë zinin se kishtë në zavendësu. Në PDK i kom pas kolegë, ka shumë, por nëse du të me përmand dikon ose Blertën ose Kamishin. Në DDK naturisht edhe me Armendin, po edhe me Abdullah Otin ka ra si deputet, si kryetari i komisionit, sido që tjetë ka që ka me i tregue do më thonë në vendit edhe do më
me i dhonë kuvendit, sepse janë deputet me provoj, për ndryshe slogani im personal nuk është rastisht t'i kthejmë seriozitetin kuvendit Kosovës. E qartë, fillojmë pra prej lëvizjes vetëvendosje, prej fillimit. Po e bojmë kështu se ta është pyetja e dytë për shtatët me vazhdu kështu. 3 emrat të 3 deputetëve që kanë qenë më pasiv në gjatë kësaj legislature. Pasiv? Po. Tash pasiv është pak vështirë se po i bjen që ato që unë e kum po me u përcaktu se kush është pasiv, kush nuk është. Edhe nështë kjo është pak e vështirë, për ndryshe nuk ishkon problem edhe unë mendim, po nuk isha lëshun këtë aspekt, sepse të qenit pasiv ose aktiv janë shumë fakturë që e ndikujnë këtë sen. Tash unë një pjesë deputetëve nuk i shëtu pununa për komisione, nuk do të thëtë që ata nuk janë aktiv. Jo çdo herë puna e deputetit është me dalë në foltore. Puna më e madhe bëhet nëpër komisione, po fatkeqësisht nuk ka kamera aty kur të bëhen ligjet, kështu që do ishte jo e udhës nga ona ime me dhonë një koment tillë, duke marrë parasysh edhe jena në prag zgjedhjeve, edhe kush jam unë me i gjyku aktiv ose pasiv, kështu që më vjen keq, po nuk mund ta bëj. E qartë. Kryetar, në arsa keni mujtë me observu? Tashtë unë vi prej pushtetit lokale dhe realisht në statistikat nuk i di. E vërteta është që deputetët e grupit ton parlamentar të lëvizjes vetëvendosje kanë qenë super aktiv, sepse nuk ka legislatur që ka miratu ligje më shumë. Këto janë edhe statistika që i dim gjithë. Janë dykun mbi 280 ligje që janë miratu në këtë legislatur. Për pasivet më vjen keq, po nuk i di. Sikur t'i dija do t'i thoja, pa problem. Zotë Rezaj Maj. Nëse duhet jemi korrekt, të qenëve deputet duhet ngërthej në vetën e saj edhe përvojën, sigurisht, por edhe pjesën profesionale. Sepse është shumë e vërtet që një pjesë e madhe e punës bëhet në komisionet funksionale, por qytetarët janë të interesuar të shohin edhe përmbushjen e mandatit tjetër që është mbikëqyrja ndaj ekzekutivit, që nënkupton pyetjet parlamentare, debatet që ngriten, debatet jashtëndit të ditës, por edhe puna në kuvend që bëhet si pjesë e përfaqësimit edhe si kategori kushtetuese që ka rolin deputetit. Tash ne kemi pas një mandat ku ka qenë një shumicë e madhe parlamentare, kuvendore, jo të gjithë kanë qenë aktiv. Tash për me shëndru pak ndoshta jo vetëm në humor, sa ka qenë dejone aktive me shkru fjalime kanë qenë aktive. Edhe disa se shumë pak nga ta i kem pa duke vol pa letër, kështu që kjo është e pjesë. Por emrat jep KDI-a, ata i nxjerrin ato statistika se ne nuk i dim kur ti je opozit je aktiv gjithë. Domethënë sepse të qenit opozit ta krijon mundësinë pak më shumë, ndërsa gjithmonë pasiviteti ekziston te pozita. Por kjo nuk do të thotë, sepse nuk do të thotë se ka tema që ata kanë herë pa faj bëhen pjesë e pasivitetit, jo me fajin e tyre. Po në fakt për PDK-n është një këndvështrim tjetër se 2/3 iniciativave në parlament, në ardhë prej grupit parlamentar PDK-s, edhe pse ka qenë shumë më i vogël se vetëvendosja ta zojmë. Çka mendoj që më shkon mend mas pari kur mendoj për performancën në kuvend, sidomos vitin që shkoj, është ajo që s'ka ndodhur kur më herët në Kosovë, që domethënë seancat jashtëzakonshme, jo si mjet i demokracisë që përdor opozita, domethënë mos më shku në seancë. Për herë të parë ka ndodhur që vetë qeveria mos marrë në seanca të jashtëzakonshme, qoftë edhe kur është diskutu FSK-ja, kështu që në fakt s'po mendoj as që është ferm me mendu për mos aktivizmin e deputetëve tonë, të cilët pa dallim kanë dhënë kontributin më të madhin për me shty çështjet më rëndësi për mirëqenien e qytetarëve, edhe shumicën prej tyre kemi fituar, përveç atyre kur o dash mu votu diçka, në këtë rast natyrisht votat i ka pas vetëvendosja dhe nuk ka kalu iniciativa. Mirë po megjithatë jam shumë krenare me punën që kanë bërë grupi parlamentar i PDK-s në iniciativat të cilat shumë direkt kanë prek interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës. Pra, as ju nuk po përdorni emrat për veç. Absolutisht. E qartë. Vazhdojmë. Patëm bëjë përgjigje indirekte, po mundona mu përgjigj pak ma direkt. Emra deputetëve s'do të përmeni, po do të përmeni emër të partisë. Nëse kem parasysh kush e ka përbo shumicën kuvendin e Kosovës, e kam përbo
deputetët e lëvizjes vetëvendosje. Dhe ne nuk di na e legjislatur tjetër kur kemi njoft ma pak deputet se në këtë legislatur. Kjo se përfshin deputetin këtu Albani se me gjatë e kumpan disa paraqitje, mirë po në përgjithësi, pas 4 viteve mandat, unë shumë shpesh shoh deputet që i shoh për herë të parë, që nuk e dia kanë folë herë në kuvend. Kështu që mendoj që duhet me do e mos me ndru struktura e kuvendit Kosovës, se për ndryshe kemi me pa numër, po jo diçka të urbon në kuvend. Kjo është e nërtyshme se kur janë 65, normal që s'mundi... Njërani, se se një divje, vish do të velim fjallë, po të tjetë më shumë të 65. Zotre Berisha. Shiqoni, unë e kom përcjell bukur shumë kuvendin, shpesh jem një e keq. Me keqardhe do të me thonë që 70% edhe sot që di deputetëve legislaturës që po shkon, me emrat përveçëm nuk e di se asi unë e kësha përmanë si grup parlamentar, vëvën, domon, ma pasivja. Pse? Sepse për herë të parë ndodhen që mazhoronca me bojkotu seanca. Është befasi, domon, nuk e di në ndonjë demokraci, për opozitën edhe ne kemi qenë opozit, kemi bojkotu bashkë edhe me vëvën. Ama mazhoronca mos më shku në seanca, kjo domethënë është një shenjë jo e mirë, e cila po besoj që me ndihmën e qytetarëve me të nëndin nuk do të përsëritet ai aksidenti i para 4 viteve dhe po besoj që në kuadër gjithë partive politike, në këtë rast edhe vëvën, si ma pasivja, domethënë me ardhur njerëz ma kompetente dhe ma serioz në përgjegjësinë që e kërkojnë para qytetarëve. Mundemi me vazhdu tash prej knejt, po shpresoj që kena me pas përgjigje mas shpejta. 3 punë të mira dhe 3 punë jo të mira që i ka bo qeveria aktuale. Punë të mira duhet me gjetë një mikroskop të madhë, ndokët ka Saradroni, një urë o bon, apo kupton, se a kom parë rrjetet sociale, nuk di ndonjë punë të mirë. Unë të këshia ka shumë, domethënë afera korruptive, sheqeri ka jetë në Poloni, milli ka jetë në Turqi, vaj, diku, ku më ditë ku ka jetë në Përkufi, domethënë një punë koqa që nuk i bojnë nderë as partisë në pushtet, po as shtetit Kosovës. Përsa i përket punëve të mira, për i bashkangjitna zafës se nuk bën me hup urën e Saradranit, se me gjatë është një prej projekteve të cilat u përfundu. Sa metra i ka e urë, sa i përket punëve të këqia, definitivisht mendoj që këtë mandat e kanë karakterizu punët e këqia, anët negative, po nëse dojmë i përmbledh në 3, atëherë para, kisha thonë që shpërdorimi paras publike dhe abuzimi me pushtetin. Në thonë kemi pa aferat të njëpasnjëshme, skandalet të njëpasnjëshme, të cilat e kanë dëmtu buxhetin e shtetit. E dyta është keq qeverisja ekonomike, për shkak se kemi pa qeverin më të dopt përsa e përket realizimit të buxhetit dhe një qeveri e cila nuk ka lënë asnjë gjurmë në përmirësimin e standardit jetesës Kosovë. Dhe e treta e keqe që ka bërë kjo qeveri është izolimi i vendit, vënia e vendit nën sanksione të BE-s dhe humbja e mbështetjes dhe partneritetit me aleatët të cilët na kanë ndihmuar të ngritemi deri këtu. Me qenë se dhe vi prej fushës sigurisë e mbrojtjes, kisha dashur mi shtu 3 pika brenda këtij sektori për mos me përsërit çështjet që veç i përmendi Arbeni me cilat pajtona plotësisht. Sa i përket anëve pozitive, fatkeqësisht kjo qeveri nuk ka pas, mirë po të meta ka pas shumë, 3 të meta kritike, po dështime kritike në aspektin e sigurisë kombëtare dhe mbrojtjes janë këtu. Një është dëmtimi i marrëdhënieve me partnerët strategjik siç janë SBA-t dhe NATO-n, dhe domethënë arritja deri në atë pikë sa u përjashtum nga ushtrimi më i madh ndonjëherë që e ka bë Aleanca Veriatlantike, Defender Europe 2023, 2023. E dyta është që nuk ka arrit jo vetëm me konsolidu sektorin sigurisë, po mënyra që e ka financu dhe që ka zbatu buxhetin ka tregu që nuk ka fare vizion për këtë sektor dhe nuk ka as kompetencë, jo vetëm vizion. Dhe e treta është mënyra që e ka instrumentalizu edhe ushtrin për agjet të ngushtë politike, gjë që ka qenë shumë e dhimbshme me pa mënyrën si e trajton FSK-n, policin, AKI-n e kështu me radhë. Zotri Zemaj. Mendoj që ka diçka të mirë, në kuptimin sepse janë 4 vite mandat, është një mandat i plot
që po arrin një subjekt politik që e ka marrë me udhëheq qeverinë, pavarësisht tendencave që ka pas kohët shkohet në zgjedhjet e parakohshme, sigurisht ajo e qershorit. Kjo është e mirë për demokracinë dhe për jetën parlamentare. Pjesërisht të shtesat, për shembull, ka pas lëvizje pozitive, por kjo nuk është përcjell në anën tjetër të medaljes, duke siguruar zhvillim ekonomik që njerëzit mos jenë varës gjithmonë të shtesave sociale, dhe pjesërisht është gjendja në veriun e Kosovës, e cila nuk është përcjell në koordinim me ata të cilët e kanë mbështetur Kosovën në luftën për liri, pavarësi, demokraci dhe shtet të ndërtim. Ndërsa anët negative që janë njollë zezë e këtij mandati 4 vjeçar qeverisës, janë aferat e mëdha korruptive që qytetarët kanë pas shpresë dhe besim që këto nuk do të ndodhin, së paku në pjesën deklarative. Janë dikon më shumë se 273 tender një burimor apo sekret, me dikon 300 milion vlerë. Është afera e Kekut ose e Nagib Krasniqit, është afera e Nasser Hafizit me ujtë dhe amballazhues të ujtë, të cilët ato qindra mira. Është afera e granteve në Ministrinë e Bujqësisë, edhe është afera që padyshim sigurisht do të jetë pjesë e zhvillimeve penale dhe hetimore, siç janë ajo e Martin Berisha edhe shpërlarje të madhe të paras. Andaj këto e kanë dëmtuar shumë Kosovën, nuk e kanë dëmtuar vetëm lëvizjen vetëvendosje, por e kanë zhvesh nga i miti që dikush me propagandë të madhe, me populizëm, që për mua politikisht përkthehet mashtrim, nuk mundet me udhëheq. Udhëheqja kërkon aftësi, kërkon menaxhim, kërkon njerëz, kërkon bashkëpunim me subjekte tjera politike dhe kërkon integrim e jo izolim siç na ka ndodhur në këto 4 vite. Kosova nuk e ka merituar që të jetë izoluar në masa, kemi humbur shumë ekonomikisht, edhe këto mendoj që janë ato defektet të cilat na kanë përcjell, sigurisht do të na përcjellin edhe neve si udhëheqës të qeverisë së ardhshme, derisa të ketë marrje të këmbëve të marra ta quaj siç e thot populli këtu me mërgatën tonë edhe kudo që ka shqiptar. Kryetar, 3 punë të mira, 3 punë të këqija të qeverisë. Atëherë, nëse fillojmë numëru punët e mira janë me qindra, ndoshta edhe me mira, nuk ka qeveri që ka pas rekorde më të larta të punëve të mira. Unë desha mi përmend 3 segmente. Integriteti dhe sovraniteti i Republikës tonë është rrirja e sovranitetit në veri edhe në çdo cep të Republikës Kosovës është ajo që na ka bërë krenar secilit prej nesh, besoj edhe kolegët këtu, megjithse nuk e thonë plotësisht, këta e din çdo qytetar i Republikës Kosovës, përmirësimi i imazhit të politikës të jashtme në arenën ndërkombëtare, kthimi i dinjitetit në dialog, në mënyrë të argumentuar, liberalizimi i vizave, në aspektin e diplomacisë të jashtme këto janë rekordet që kanë qenë shumë pritura dhe kjo qeveri i ka mbërri, edhe në aspektin social, politika sociale vlen përmendën që në 25 vite dhe mas luftës asnjë qeveri si ka shku ndërmend, meqense jam edhe mjek edhe vin nga kjo kategori, bursat për student, studimet falas në universitetet publike, pagat për lehonat, si dhe shtesat për fëmijë janë segmente më humane më njerëzore që e ka implementuar kjo qeveri. Ka edhe shumë të tjera, po nuk dua t'ju marr kohë, ndërsa pikë dopt, unë mendoj që pika e saj e dopt mundet me qenë pjesa që opozitën i kalon pa tema, edhe nuk ju ka, domthon, është atrofu edhe është inekzistente opozita në aspektin e argumentimit gjërave, se tash me. Dhe tjetër pikë dopt që mendoj që mund të ishte më mirë është sjellja paraligjit e atyre që kanë dëmtuar, domethënë në të kaluamën funksionarëve të lartë të shtetit që kanë dëmtuar buxhetin për interesin tonë publik. Kjo ndërlidhet pak edhe me sistemin prokurial dhe gjyqësor që ju e dini që kanë qenë refraktar ndaj punëve të mira të qeverisë. Deputat? Diçka që shpresoj që në mandatin që po vjen edhe më fuqishëm do të evitohet. Faleminderit. Që tash me fillu na me i livdu punët e tona, edhe ka kuptim edhe me i kesh opozita punët e qeverisë. Po për shembull mu më vjen keq kur se pranojnë që në veri ka shtrirje e sovranitetit. Mu më vjen keq veç për pikat që janë kështu dritë e madhe syve
e këta bon këshës për shumë. Mund vje keq për shembull në veri. Për shembull në veri, sot veriu frymon lirë shumë jo vetëm për shqiptarët, po edhe për sërbë. Tipo është e rëndësishme që sot komuniteti sërb atje jeton i çkopun prej dhunës që ka qenë në mënyrë jo formale e instrumentalizuar atje. Tjetra është unë kur e një për shembull shumicën e kohës politikanë në Kosovë lidhen me beton edhe asfalt. Një gjë cilën është i nevojshëm për ju domosdoshmërisht pika kryesore e çdo qeverisje. Na kena trajtu kategori të caktuara me cilat kur shteti nuk i ka pa. E përmeni më herët kryetari, shtesat për fëmijë, shtesat për lehona, tepër të rëndësishëm si kategori për shkak se gjithçka që ndërtojmë është për fëmijët. Gjithçka që kemi është nga nënat. Prandaj unë them që janë pika të rëndësishme që edhe na dojnë në fakt. Urdhra? Jo, nuk ka prindin, ne prindin, ka nonë dhe bob, po... Prekja pa prekja. Ajo është që e ka votu LDK-ja, te prekja. Po, në vitin e ri që po fillojmë, është me rëndësi me thonë që, për shembull, mund me përmend edhe një gjatë keqe që nuk kena punu mjaftueshëm. Është që ajo fakti që në zgjedhjet e kaluara lokale, nuk kemi punu mjaftueshëm që me pas ma shumë komuna të fituara, edhe mendoj që është shumë e rëndësishme. Për shkak se asnjë ankesë nuk e kemi për asociacionit komunave të asnjë ndërkombëtar për asnjë çështje të për shembull të komunave të Veriut. Kemi komuna të Veriut tani që janë të udhëhiqura nga shqiptarët, edhe nuk ka, se më thënë, vrapim për me i bashkangjit edhe ata e me i bo pjesë shumë të rëndësishme të asociacionit komunave, po kjo mendoj që është pak edhe për inote, mendoj që kryeministri Kurti është një kryeministër i tillë që nuk të lën me menu si neutral. Me kryeministrin Kurti o je kundër o je për. Nuk ka ai bardhë, nuk ka nuancat hirit në mes. Ai të bardhës i thot bardh, zezës, prandaj edhe mendoj që imagjinoj, vetëm sepse është shumë për të qesh. Shkurt lutem. Vetëm se është shumë interesante. Krejt këta lutën që me non shkurt na mos me dal 51%. Për herë të parë në Kosovë ka mundësi ndodhin dy festa. Na dolmi 49 festojna, këta festojnë që s'kena dal 51. Kjo është diçka që veç kryeministri Kurti ka mujt me sjell në skenën politike. Faleminderit shumë. Kemi ardhë edhe krejt në fund të këtij programi festiv që e kishim realizuar për sonte. Sigurisht ne i falenderojmë të gjithë të praneshme që e kanë begatu dhe kanë sjell edhe momente interesante dhe të bukura për ne sonte. Faleminderit shumë të gjithëve që keni qenë pjesë e emisionit festiv, të emisionit Kompas në këtë natë festive. Faleminderit e ju shkopë barë. Do të edhe ka një mesazh të shkurt për vitin 2025 për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Ju lutem shkurt sepse jemi krejt në fund të këtij. Shumë shëndet edhe bashkësi që të. Gjithë të mirat kudo që ka shqiptar, edhe ju urime Kompasit suksese të. Faleminderit shumë. Gëzuar këtë vit, shëndet, suksese, begati e mbarësi për të gjithë bashkëqytetarët tonë dhe bashkëpunësit tonë kudo që jetojnë në të gjithë Republikën. Gëzuar. Gjithashtu për secilin shqiptar kudo që ndodhen, sidomos ata në Mërgat që nuk kanë mundësi me vizitu Kosovën në festat e fundvitit, urime e gëzuar. Në një vit shëndetshëm dhe me prosperitet për gjithë, gëzuar 2025. Gëzuar e me të mira në këtë vit. Faleminderit shumë gjithë shikuesve të ATV-s edhe të pranishmëve këtu, sidomos këta që kam pranuar të jenë pjesë e sfidave për ditën e sotme, edhe timës dhe Rëzartës që aktualisht nuk janë prezent, ju desh të largohen. Do ta përfundojmë këtë emision festiv me një gëzuar të përbashkët, pavarësisht ndasive politike dhe gjitha pikpamjeve të tjera, për çuar mesazh për të gjithë shikuesit tanë për ta uruar një 2025 me shëndet dhe mirësi gjithandej. Faleminderit shumë, urojmë që ky vit jetë më i mirë dhe më i mbarë. Gëzuar gjithë. Faleminderit shumë.